Mbrëm në ora 22:30 në rrugën rajonale në mes të fshatrave Gjepqisht dhe Trebosh, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë ndaluar personat AF 22 vjeç dhe SSH 18 vjeç, të dy nga Tetova, të cilët janë sjellë në mënyrë agresive ndaj tyre gjatë kryerjes së detyrës zyrtare. Ata janë ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit ndaj tyre do të bëhet kallëzim përkatës. Sot në mëngjes në sektorin për punë të brendshme në Tetov, një vajzë 27 vjeçare nga Republika e Serbisë me vendbanim të përkohshëm në fshatin Zherovian të Tetovës ka raportuar se është sulmuar fizikisht nga i dashuri i saj FA nga Gostivari, po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje në ora 11:45 në sektorin për punë të brendshme Tetov është raportuar se në një arë në fshatin Glogj të Tetovës ka marrë zjarr një autokombanj në pronësi të MB 45 vjeç nga fshati Dobroshti Tetovës. Nuk ka të lënduar, ndërsa zjarri është shuar nga ekipi i njësitit territorial Zjarfikës Tetov. Është kryer një kontroll në vendin e ngjarjes. Dje në ora 17:30 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një grua 29 vjeçare nga Tetova ka raportuar se është sulmuar fizikisht në shtëpinë familjare nga bashkëshorti i saj SS 37 vjeç nga Tetova, po merren masa për zbardhjen e rastit.